jemi sërish në kuzhinë, vazhdojmë të përgatisim receta të ëmbla këtë herë kryesisht, përgatitëm disa bugza me ullim për ta thyer pak atë shijen dhe tani jemi te akullorja, e lam te akullorja. Pana e ftohtë, sepse vetëm e ftohtë merr volum edhe qëndron si kremoz, normalisht si puna e marengës. Më duhet qumshi kondensuar, biskotat, patjetër edhe kafja, dhe kur flasim për te kafja, jam një sekondja. Hajde lavaca këtu. Konsumuam, një e kemi për të Hajde lavaca këtu ti. Në rregull. Hajde. Se njerëzit duhet të meritojnë që të pinë. Por, kjo ëmbëlsira të meriton. Ja. Këtu. Ty se do t'i njohim më pas. Jap një gëzhe. Mund të shtem pak vanilje. E kthejmë në gjendje të ngurtë. Në më të mirën e mundshme të saj. Na merr pak fare kohë. Pra nëse ju e merrni nga dyqani, se po flasim më zot lart, normalisht bërni pak në akull, derisa të marri atë ftohtësinë. Unë akull e vendosa, po. Dhe ja ku e kam. Në gjendje akoma të lëngësh. E punojmë derisa Terezia e saj të fillojë të bëjë si një kalarëre. Nuk soj sheqer sepse është... Kemi qumshin e kondensuar. E mbytur në sheqer. Po. Plus që dhe ajo pana ka ëmbëlsinë e saj. Patjetër. Ja pra. E punojmë mirë, mos gënjehemi që është e bërë, e shohim, kështu edhe të ta punojmë mirë derisa kjo masë mos të bjerë, sepse i ndërpritet volumi me anën e qumshit të kondensuar. Japim atë trazimin që të prapet shia njësoj para E lëm në rënjët e lirë. Por që nëse e lëm të bjerë fash na normalisht vonon. Rënja lirë, por rënja lirë me forcën e rëndesës kanë dy gjëra që nuk shkojnë. Prandaj ndihmoj me lugë. Pra, hapi parë është të kthejmë panën e lëngët në gjendje të ngurtë, duke rrahur me raksin elektrik. Shumë pak. Dhe në të do të shtojmë qumshin e kondensuar. Ja, shumë pak. Pra e cova në rrahjen më minimale. Po si? Ka që duhet masës kremoze për të marrë formën dhe shijen e një trajtshme. Ka që duhet masës, ka që duhet dhe albanës për rrahje. Po. Biskotat nuk duhet jenë, me sa i provova. Mund ta keni me lule shtypi dhe mund ta keni me çokollatë. Niki mos është fikur gjë. Po, gjitha të bumë, ja të frikri. Ja do ta vendos tani në masën e duhur.
Dhe të vazhdojnë të piqen edhe krekërsat apo bugëzat e vogla. Tani te biskotat që shtuam të këtasi me kremin e bardh, synonit mos jenë të ëmbla, sepse bollë e ëmbël është masa. I thërmoni dhe i bashkoni. Patjetër që më duhen. Desha t'i kaloja në blender, por blenderi nuk është, pra nuk më duhet të jetë duhet jenë me copza. Uniform, ja, të jenë kështu të çrregullta, që të kemi mundësinë e dhe e lë paksa. Nuk është shumë e ëmbël biskota, për është e lehtë për që është e duhura për ta përdorur në këtë gatim. Aman. Ky nepsi do më haj mua. Do fokile, jo për ne. Kam vënë dhe është edhe pak që unë nuk po ul, jo, nuk i ul të kile tani. Këtë vit. Lë këtu dhe sjell, opa. Ja, këtu. Këto biskota, që i vendosëm dhe të kremi, i lyem dhe me kafe. Çfarë do lloj biskota që të keni ju? S'keni fare, përse stresoheni. Jo, po kjo biskot, çfarë biskot e keni në shtëpi? Të shoh me Androniki, të shoh. Çfarë kremi është kjo? Po. Me sa shtresa o ta bëjmë? Një shtres e parë me biskota, vendosim kremin po me biskotat që më është përmësuar, përsëri do vendosim mbi to edhe biskotat e tjera. Kemi mjaftueshëm për 2 shtresa, kështu që me një lugë tjetër të madhe, ndoshta, e ndihmojmë më tepër. Me thënë drejtën, kjo ëmbëlsirë merr notën 10. Ten. Kam beli në Kam faqës. Mirë, këtu je në rregull. Të faqës po beli. Se më të ndajmë këtë refreni. Po, ti ke beli, nuk kam faqën. Ti ke të dyja më zemë. Këtu, ma i mos më shpërqëndro, thash. Mos u bëjko se ke që... Nuk të shkon fare ëmbëlsira me këngë. Ja, ma më bëjko se... Gucci Dion. Gjysmën, se gjysmën tjetër e kemi për shtresën e dyshme. Gjysmën tjetër e do nikim, pa tjetër. E nivellojmë. Dhe çdo gjë që themi, kur themi që shikosh, jo shumë ëmbëlsira, jo shumë sheqer. Ideja është që kjo të mos bëhet e përditshme, por nëse ne na shkon nepsi mendja për të konsumuar një ëmbëlsirë, sigurisht që do ta provojmë. Gjithçka është tek masa. Tek masa, një herë në sene është kjo punë. Një herë në sene është një herë në vit. Një herë në sene? Një herë në sene. Visi e kaptë. Një herë në sene. Ja. Sikur se ke niveluar mirë këtu, ja këtu. Ty shtyp edhe pak. Do dhe pak këtu, që t'jetë më danoqe, më e duhur. Pastaj kjo qëndron frigorifer. Qëndron frigorifer, më Niki, qëndron. Sa orë? Aj, sa të mbarosh ti emisionin, sa të bëjmë edhe një kafe, tamam se kafja u bë për... Po e shfrytzuam për... U bë për Rahmet, se u përdor këtu. U përdor këtu, kemi plot. Madje kemi lënë kapsulën hapur. Ja. Shtresa e dytë... Nuk e duam atë, nuk e duam se më morin në qafë. Do qëndroj kështu tani me biskotat sipër. Okej. Ja. Patjetër që do të lë edhe vendin bosh, siç bëra dhe për të parat. Jo po këtë biskot, jo po atë biskot, jo po kështu, jo po ashtu. Asnjë gjë. Përse i luajmë biskotat? Sepse është me lagështirën dhe nuk është e fortë. E keni parë? Jo, ju i keni parë, po problemi është që nuk e keni vepruar me kafen. Këtu është problemi, se e di dhe në të gjitha recetat i shoqet direkt biskotat. Mund t'i vendos edhe në likerë. Ja. Kështu pra, e përfundojmë, e mbështjellim dhe vendosim në frigorifer. I lexojmë pak përbërësit që na u deshën, janë pak përbërës. Ju janë të ndara, sa është biskota, aq është dhe masa që do të konsumoni. Ne kemi gjetur një titull sanduiça kullore me biskota, se kështu janë palë njëra pas tjetrës. Ju duhet krem qumshti, qumet i kondestuar dhe biskota katrore të zhytura në kafe.
Ne kemi lënë në dëshirën tuaj kafe ose liker. Është mbështjell si sanduiç dhe vendoset në frigorifer për të qëndruar të paktën 2 orë, të ngurtësohet dhe më pas të konsumohet. Dhe mund ta ngrini, padyshim mund të jetë e ngrirë si akullorja, ose mund ta konsumoni dhe si ëmbëlsirë. Sa që është për masa e një prej biskotave katrore, aq është edhe sasia që ju do të konsumoni. Pra 1, 2, 3, 4, 5, per 2, 10. Për 10 persona është kjo ëmbëlsirë. Pra ja, një copës kështu, meqense është dhe vap tani edhe Albana, si thua ti? Për 10 persona është kjo? Për 10 persona? Kjo është një për mua, edhe pastaj sa të dosh. Shiko, unë nuk po vendos që tani në frigorifer, se duam të tregojmë tryezën plot me gatimet e sotme.